Në turin e 4 të kampionatit futbollit 5x5 mase që përzhvillohet në Shkodër, një nga neshet interesante ishte rajoni me Spitalit rajonal të Shkodrës dhe USHS fitoi Spitali rajonal 4-3. Flor Pietrushi ishte ndër më të mirët në fushën e lojës dhe shënuat edhe 2 gola me sa ju ndoqën për ekipin e Spitalit. Spitalit, po. Ujme Pietrushi. Faleminderit. Ishte kënaqësi, domethënë se ne si Spitali rajonal i Shkodër pothuajse jena ton pjesë e Spitalit, domethënë si mjek edhe ne infermier. Domethënë nuk ka se kena marrë litar nga jashtë e grejt. I falenderoj edhe për kurajën e gjanat që kena edhe mjek edhe ne si infermier, si grup, domethënë janë aktiva, lënë në pjesën e profesionit, po edhe në sport. Domethënë janë marrin iniciativë edhe në futboll. Ne kena shumë kohë që lozim bashkë, që se kam qenë student domethënë me doktorat, po këta vitet e fundit jena shku dhe fije punat të në gjanat, po janë shumë forme, domethënë. Ashtë gjë e bukur që ashtu bëha, domethënë ky kampionat. Unë kam marrë edhe pjesë edhe kështu me kampionate me mosha, të mundu me kënë si trit, po fillen mosha nëse dhe bje njëri, domethënë e fije. Po kënaqësi e madhe, ashtë gjë e bukur. Fjore, ju thatë me heret në fushën e lojës janë mjekët dhe infermierët, këtu nuk ka ndarje. Mjekët dhe infermierët jeni shumë bashkëpunues edhe në spital, por në fushën e lojës të gjithë njësoj dhe është normale, punoni të gjithë për rezultatin. Për rezultatin, është normale. Sot bëmë një ndeshje shumë bukur, domethënë pothuajse ishin të tanë në formë sportive. Kena pasi fije ndeshje tjera si dëmtime, gjana s'kena kanë formë, po thamë që çdo ndeshje kena me marrë veten më shumë. Edhe thamë se do të jena në pretendent kryesor për me jetë para. Diçka për doktorët që janë fushën e lojës, se doktorët me shumë emër, se Shkodra dhe Shqipëria i njeh për barafitë të tyre profesionale si mjek, por edhe mjaft të spikatur në fushën e lojës. Diçka për to, mi përmend me emër. Janë shumë mjek që merren me sport. Unë majmë nash doktor Senadi, doktor Shpetimi, kena mjek tjerë doktor Ilberin, kena mjek edhe që skanar për arsye angazhimeve, gjanave dhe dëmtime, normal. Po këta mjek që merren me futbollin, domethënë kanë edhe pjesën aktivitete plus bojnë palestër, sportet në ndryshme, domethënë kanë aktivitete sportive. Domethënë merren me sportin vazhdimisht. Doktor Shpetimi me shoh shumë aktiv, po luan në port si portier. Doktor Shpetimi Meri gjithmonë ka luajt mbrojtës edhe kur luajsha kundërshtar, dikur kur isha student ka qenë shumë i fortë edhe kisha gjithmonë problem kur ishte mbrojtës. Ka qenë shumë fort, po edhe në port ashtu kanë super në formë, na ka shtu shumë raste. Edhe një njohje mirë i futbollit kemi pasur disa herë në studiot tona televizive, në emisionet sportive dhe një njohje mirë i futbollit analistë, por edhe futbollist i aftë. Është vërtet, edhe në profesion, edhe në sport, siç që thashën gjithmonë kur kena luajt, ka qenë super mbrojtës edhe e njeh shumë mirë lojën. Diçka për doktor Hallunin apo Zamin? Doktor Halluni është mirë, ka luajt gjithmonë, jena grin loje, gjana, e ka shumë ego edhe sportin. Pietrushi, thatë se ju pretendoni, jeni edhe me pikë, jeni mirë, deri ku mund shkoni në këtë tonë, synoni ta fitoni trofeun? Po mund ta fitojmë. Ka disa ekipe që janë mirë, po do ta marrin veten. Siç e thash, kena një periudhë gjatë që nuk kena luajt njëri me tjetrin, çdo ndeshje edhe më mirë jena. Faleminderit, suksese. Sukses edhe ju, faleminderit.